Veprat monumentale për bronzi në territorin e Bashkisë Lezhë po i nënshtrohen një restaurimi të plotë dhe rrënjësor. Ndërhyrja po realizohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Bashki dhe përfshin 8 vepra monumentale në qytetin e Lezhës dhe në Shëngjin, si dhe 30 objekte për bronzi të vendosura brenda memorialit të Gjergj Kastriotit. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Bashkinë e Lezhës, Paulin Zefi, thotë se kjo ndërhyrje ishte mjaft e domosdoshme për të ruajtur integritetin dhe vlerën historike të këtyre veprave. Sipas tij, koha dhe faktorët atmosferik kanë shkaktuar dëmtime të konsiderueshme, duke e bërë të nevojshme një restaurim profesional dhe gjithëpërfshirës. Gjitha veprat prej bronzi, prej ashtu shtaturën e Gjergj Kastriotit që është vendosur ishtasi, po me 2 mars të këtij viti. Gjithë pjesa tjetër e monumenteve të realizuara në bronz po nënshtrohen një restaurimi të pilotë dhe duke trajtuar me solucion veçantë, duke pastruar dhe trajtuar me solucion veçantë. Në vende ku kemi raste për fragmente të caktuara të shtaturave ku ka nevojë për ndërhyrje, kemi bërë ndërhyrje, edhe kjo bëhet me qëllim ruajtjen e konservimin e tyre që të rezistojnë sa më gjatë kohës. Ky lloj solucioni që pa aplikojmë mbi objektin e bronzit ka një gjatësi deri në 5 vite. Faktikisht në kushte normale do të zgjasë 5 vite, por duke parë pozicionin gjeografik i cili ndodhet Lezhë, afër detit, për shembull bie fjala shtatorja e Azefllumit, për sinjalar të jodit. Rara po ashtu, përzihet me të, po ashtu edhe kripa, vend mundur se ne jemi detyruar se të trajtojmë ndoshta edhe një herë në 3 vite, por nuk shkon garancia 5 vjet. Ndërsa në qytet, sa deri në 5 vite. Por gjithsesi ne do të mbajmë në kontroll, në monitorim të vazhdueshëm edhe mund ndërhyjmë edhe më shpesh. Sepse ka disa objekte, bie fjala shtatorja e Azefllumit që nga ku është realizuar dhe vendosur aty në vitin 2014, por kanë një ditë që është shprekur me dorë. Si fillim kemi trajtuar vetëm bronzin, por duhet të nënshtrohet një trajtimi të plotë edhe pjesa pjedestalit ose shtatorës e cila është e dëmtuar. Ajo është e realizuar me gur. Për shembull, vetëm brenda memorialit vend varrimi Gjergj Kastriotit të Skënderbeu ka rreth 30 objekte prej bronzit që janë trajtuar, janë përfunduar dje, pra gjatë fazës 2 të këtij procesi. Ndërsa vepra monumentale që janë nëpër qytet, përfshi edhe Azefllumin në Shëngjin, janë gjithsej 8. Këto do të trajtohen të gjitha. Përveç atyre që janë relativisht të reja dhe s'ka nevojë për trajtim, por gjithsesi një dorë me solucion do të jetë edhe atyre. Procesi i restaurimit pritet të përfundojë në javët në vijim dhe është pjesë e një strategjie më të gjerë të Bashkisë së Lezhës për mirëmbajtjen dhe promovimin e pasurive kulturore në territorin e saj.